Vetëm një gjethe e kësaj bime i jep lam të mirë çdo problemi, ja si ta përdorni. Sherebela është përdorur në mjekësinë bimore për mijëra vitesh. Ajo ka veti natyrale, antibiotike dhe ruajtëse, e cila mund të ofrojë edhe shumë përfitime për organizmin tuaj. Ajo është e mbushur plot me vitamina minerale si dhe me fibra. Sipas Elsajt, në këtë video do të rëndisim përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i sherebelës. Marrja e ekstrakteve të dy llojeve të ndryshme të sherebelës për 4 muaj ndihmon në përmirësimin e kujtesës dhe përpunimin e informacionit dhe të mësuarit te njerëzit që janë në fazën e parë të problemeve të Alzheimerit. Sherebela mund të performojë më mirë në rritjen e performancës mendore. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Një dozë e vetme sherebelës ndihmon në përmirësimin e kujtesës dhe qëndrimit dhe vigjilencës të të rriturit të shëndetshëm, ndërsa kur përdoret si aromaterapi mund të përmirësojë vetëm vigjilencën dhe jo përqendrimin ose kujtesën. Herpeset e shkaktuar nga ftohja, kur aplikohen si krem që ka në përmbajtje sherebele, mund të lehtësojnë në ndjeshëm. Sherebela është një bimë shumë e mirë edhe kundër problemeve të kolesterolit. Personat të cilët do vuajnë nga kolesteroli mund të përdorin sherebelën si një ndihmë mjaft të mirë lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Përdorimi i sherebelës së zakonshme 3 herë në ditë për 2 muaj ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit të keq dhe yndyrnave në gjak të quajtura trigliceride, duke rritur nivelin e kolesterolit të mirë te njerëzit me kolesterol të lartë. Gjithashtu, njerëzit që përdorin rregullisht sherebelën si erëz kanë 54% më pak rrezik të preken nga problemet të mushkrive, krahasuar me ato që nuk e përdorin fare. Sherebela është një lehtësues shumë i mirë edhe kundër dhimbjeve të fytit. Përdorimi i një spray të veçantë që përmban 15% ekstrakt sherebele duke se lehtëson gjithashtu edhe dhimbjet e fytit. Një tjetër studim sugjeroi se përdorimi i një produkti me sherebel për 5 ditë lehtëson gjithashtu edhe shenjat e fytit, po ajsa edhe përdorimi i medikamenteve. Funksionet të mira të sherebelës janë edhe në luftën kundër problemeve të kujtesës. Dobia e dobët është e mrekullueshme edhe për lëkurën. Ajo ndihmon kundër problemeve të ekzemave dhe të akneve. Me kaq përfitime të këtij produkti, do të keni shumë përfitime të mira ushqyese edhe kundër komplikacioneve të tilla. Ekstraktet e sherebelës gjithashtu mund të ndihmojnë kundër problemeve të lëkurës, që të cilat krijojnë edhe probleme të ekzemave. Gjithashtu, përdorimi i sherebelës mund t'i japë edhe përfitime të mira me efekte antioksiduese. Ekstrakti i sherebelës ndihmon gjithashtu për shkak të efekteve antioksiduese që ka. Antioksidantët shërbejnë si një zgjidhje lehtësuese për të hequr qafe problemin e radikaleve të lira, të cilat metabolizmi i largon ato në mënyrë të njanshme. Antioksidantët ndalojnë radikalet e lira që sulmojnë indet qelizore, duke ndaluar në këtë mënyrë plakjen e parakohshme dhe riskun ndaj sëmundjeve kardiovaskulare, ose edhe aty të cilat mund të ndikojnë në shfaqjen e këtyre komplikacioneve. Çaji i sherebelës është përdorur edhe si një burim i fuqishëm antioksiduesish, të cilët mund të japin rezultate fantastike në këtë drejtim. Sherebela mund të shërbejë edhe për shëndetin tuaj të mëlçisë. Efektet antioksiduese të çajit të sherebelës mund të përmirësojnë funksionet jetësore të mëlçisë. Një studim i publikuar nga revista Etnofarmakologi tregoi se çaji i sherebelës u përdor në vend të ujit për 14 ditë. Rezultatet treguan një rritje prej 24% të nivelit të antioksidantëve në mëlçi. Çaji i sherebelës shërben gjithashtu edhe kundër këtyre komplikacioneve, duke mbrojtur lipidet e mëlçisë të dëmtuara nga shkaktimi i toksinave të këqija. Një studim tjetër i indeve qelizore zbuloi se ekstrakti i sherebelës parandalon shpenzimin e koenzimave të oksidimit, të cilat janë përbërës shumë të rëndësishëm të antioksidantëve të mëlçisë me rreth 62%. Problemet me menopauzën reduktohen nga çaji i sherebelës dhe ky zbulim erdhi nga studimi publikuar në qershorin e vitit 2011. Pjesëmarrësit në studim morën në çdo ditë një suplement
me gjethe të sherebelës për 8 javë. Rezultatet treguan një rënje të afshëve të plota dhe gjithashtu me 64% të problemeve të tilla. Ekspertët tregojnë se sherebela është një produkt fantastik për të përfshirë në dietën tuaj edhe kundër problemeve të ankthit. Çaji i sherebelës mund të ndihmojë në reduktimin e problemeve të ankthit dhe në përmirësimin e humorit. Në një studim të kryer në një grup të rinj të shëndetshëm me rreth 300 deri në 600 mg suplement të gjetheve të sherebelës, u pa se rezultatet në shëndetin e tyre ishin vërtet të mira. Sherebela mund të përdoret gjithashtu edhe kundër kontraktimeve të traktit urinar dhe këshillohet të përdoret në mënyrë të rregullt, por jo nga gratë shtatzana. Ekspertët e cilësojnë sherebelën si një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese kundër këtyre komplikacioneve. Gjithashtu, sasitë e mira të sherebelës mund të përdoren me kujdes në dietën tuaj si një lehtësim mjaft i mirë kundër këtyre komplikacioneve. Ekspertët tregojnë se çaji i sherebelës është i mirë për uljen e temperaturës dhe të ftohtë në zbutjen e acarimeve të fytit dhe dhimbjeve të kokës, si dhe kundër problemeve me tretjen. Sherebela ka veprime të mira antibakteriale dhe antikërpullore dhe ndihmon gjithashtu në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Përdorime të tilla të sherebelës mund të luajë një rol të mirë lehtësues në betejën e trupit kundër këtyre shqetësimeve. Mjekët popullore konsiderojnë sherebelën si një ndër ilaçet më të mira në mbrojtjen e organizmit. Sherebela ose në latinisht Slavia officialis, që nga lashtësia përdoret për lehtësimin e gati çdo problemi. Shkenca ka dëshmuar që sherebela ka veprime antibakteriale dhe antikërpullore, freskon, forcon, ndihmon kundër dhimbjeve dhe temperaturave të larta, ndihmon në reduktimin e niveleve të glukozës në gjak dhe bën gjithashtu të dobishme kundër luhatjeve të sheqerit në trup. Praktika ka treguar në mënyrë të shkëlqyer se pastron gjakun dhe po ashtu ndihmon në nxjerrjen e sekrecioneve nga organizmi. Në mënyrë pozitive ndikon edhe te qarkullimi, kundër dhimbjeve dhe inflamacioneve. Sherebela ndihmon kundër të vjellave, diares të shpeshtësuar, ndërsa më shumë se çdo bimë tjetër, ndihmon edhe në punën e shëndetit të zorrës dhe të stomakut. Në mënyrë të favorshme ndikon gjithashtu edhe kundër problemeve femërore. Përmirëson tonusin, ka efekte antikërpullore, ndihmon tek rregullimi i menstruacioneve dhe gjithashtu vendos ekuilibrat hormonal në parandalimin e problemeve të menopauzës. Acidet yndyrore që gjenden te sherebela kanë veti të mira antiseptike, antivirale dhe gjithashtu antimykotike. Çaji i sherebelës me mjaltë dhe lëng limoni mbetet një përbërje shumë e mirë për gargar, për bajamet dhe grykët e qelbëzuara. Madje përdoret edhe nga tenorët e ndryshëm për të përmirësuar performancat vokale. Ndër shekuj, çaji i sherebelës është përdorur për të kthjelluar mendjen dhe për të stimuluar funksionet e trurit. Sipas studimeve, duket se sherebela mund të ketë efekte pozitive te personat që vuajnë nga sëmundja e Alzheimerit. Por si të bëni lëngun e sherebelës dhe ta përdorni atë në të mirë të shëndetit tuaj? Për këtë ju duhen këta përbërës: një kupë e gjysmë me gjethe sherebele të freskëta, 1 litër me ujë, 10 kokra star anise. Ziheni gjethet në ujë për rreth 15 minuta, akulloni, derdhni lëngun në një shishe sterile dhe e mbyllni mirë. Përdoreni si freskues të frymës për të pastruar lëkurën edhe me një pambukë të cilën e keni zhytur në të, ashtu edhe për t'i dhënë aroma të këndshme edhe efekteve ushqyese të saj. Bëni një çaj me një kupë të zjerë në një lugë gjelle me sherebel të thatë ose 2 lugë të freskët. I lini për 5 minuta dhe gjithashtu do të keni rezultate fantastike në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Sherebela është një bimë fitimprurse e cila mund t'jap rezultate të mira në çdo aspekt. Madje edhe ekspertët sugjerojnë vazhdimisht përdorimin e saj në të mirë të shëndetit. Çaji i sherebelës do të luajë një rol pozitiv kundër këtyre komplikacioneve. Ekspertët e cilësojnë atë si një nga alternativat më të çmuara ushqyese edhe në mbrojtjen e organizmit, citojnë studimet sipas Healthline. Por duhet të tregojnë kujdes gratë shtatzana nga përdorimi i çajit të sherebelës. Ato nuk duhet ta përdorin atë pasi mund të ndikojë negativisht në çështjet e tyre inflamatore.
Ekspertët e cilësojnë sherebelën si një nga zgjidhjet më të mira ushqyese, por gjithmonë duke u përdorur në kujdesin e duhur. Grashtat zana dhe ato që ushqejnë fëmijën e tyre me gji nuk duhet të përdorin çajin e sherebelës, pasi mund të ndikojë në kontraksionet e uterusit si dhe në uljen e problemeve të cilësisë së qumshtit. Ekspertët cilësojnë përdorimin e sherebelës si një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese edhe në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Ndaj në të mirë të shëndetit tuaj duhet ta përdorni gjithmonë brenda normave të lejuara dhe gjithmonë me kujdes. Vëmendje. Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.